Pas daljes nga shtëpia e Big Brother VIP 5, Kristi Lama i ka folur hapur për planet e tij për të ardhmen. I ftuar në një studio televizive, Kristi u shpreh se ndodhet në një periudhë të jetës kur dëshiron të bëhet baba, duke e konsideruar familjen si gjën më të shtrenjtë e më të veçantë për të. Vjen një periudhë kur gjërat vijnë vetë, kështu që nga jeta. Dua të bëhem baba. Është një dëshirë që vjen me moshën, pastaj fillon të logjikosh. Familja është gjëja më e veçantë për mua. Pika ku nuk doja të prekesha kur. E kam thënë edhe aty brenda, mos guxo të më prekësh familjen, ajo është vija e kuqe. Nuk ka fare lidhje profesioni me familjen, profesioni im të dolar, të investuar dhe të përkushtuar, u shpreh ai. Kristi tregoi se edhe gjatë qëndrimit në shtëpinë e Big Brother VIP ka pasur shpesh momente reflektimi, ku në mendjen e tij bisedonte me njerëzit e tij të zemrës për të mbajtur marrëdhënie të gjallë. Gjithmonë kam pasur bisedën me veten. Aty brenda isha në atë stad. Vendosja përballë vetes një njeri nga i cili doja një këshill. Nuk kam qenë kur vetëm. Banorët e dija që i kisha kundërshtar, bisedoja në mendje me njerëzit e mi të zemrës dhe i mbaja marrëdhënie të gjallë. Nuk dua të dukem egoist, por disa gjëra që i kam bërë. Kam sjell një frymë të re në muzikën popullore, tha ish banori Big Brother VIP. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.